Okej, ky është momenti, zoti Veliaj, mbrim i shoqëruar nga kreu i Këshillit Bashkiak, mbrim në sallën e këshilltarëve në parlamentin e tij, pra të Tiranës, ku ai do të jetë shpesh i pranishëm, pasi punën e ka pikërisht me këshilltarët. Të nderuar Zoti kryetar i Këshillit, ju lutem në emër të grupit parlamentar grupit të këshilltarëve bashkiak, ju uroj mirëseardhjen kryetarit të ri të bashkisë. Sigurisht ne respektojmë vullnetin e shumicës së qytetarëve të Tiranës që i besuan atij detyrën, por nuk mund të pranojmë që në sallë të ketë autoritete qendrore që në gjykimin ton janë krijuesit e antireformës territoriale dhe jo më të jenë pjesë në këtë këshill bashkiak. Prandaj ne kërkojmë që të respektohet kjo sallë dhe të largohen personat që nuk kanë punë këtu. Përndryshe, qëndrimi ynë dihet. Zoti Olli, ju lutem, unë kam një procedurë ligjore për të kryer, e ka kryer zoti Kostorasli 4 vite më parë, mos e prishni këtë moment. Atëherë ju lutem, nuk është çështje debati, ju lutem, sepse nëse do bëni këtë gjë nuk shkon. Më lejoni të lexoj vendimin e gjykatës së Rretit. Atëherë më lejoni dhe të vijoj me qëndrimin tim, nuk dua as pak të pengoj këtë moment, por po ju them që nuk mund të vazhdoj ky moment në prezencë të autoriteteve të cilat tentojnë të intimidojnë pushtetin vendor, të shkatrojnë autonominë vendore më keq se që kanë shkatëruar deri më sot, është totalisht e papranueshme, nuk kanë as tagrin ligjor, as tagrin protokollar për të qenë këtu. Ju lutem, po ja u them edhe një herë, mos e prishni këtë moment. Na lejoni të jemi këtu pjesë e këtij momenti solem, por jo me prezencë të autoriteteve të cilat nuk kanë asnjë lloj tagri. Edhe një herë, ju lutem, na lejoni të jemi pjesë e kësaj ceremonie. Përndryshe, ju lutem, se po më vini në pozitë të kryej detyrën time dhe nuk është mirë. Nuk ja kam bërë këtë gjë si kryetari i Këshillit as zotit Lulzim Basha 4 vite më parë. Madje kam kërkuar fjalën dhe nuk më është dhënë. Tani që të bëjmë një retrospektivë dhe t'i referojmë ligjit, se ndoshta gjithse kush duhet t'i referohet ligjit, ligjërisht salla e Këshillit Bashkiak është e hapur për qytetarët dhe për çdo që do të vinë në këtë sallë. Duke qenë që ligji e përcakton këtë, të gjithë personat të cilët kanë ardhur sot në këtë sallë nuk mund t'i përjashtojnë, mund të mbushen edhe qytetarët. Edhe qytetarët para se të vinë në këtë sallë plotsojnë formular dhe bëjnë kërkesa. Unë po ju them edhe një herë. Është e drejta jonë. Mirë. Unë njoftoj që në emër të Atëherë, në vendim Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, vendim në emër të Republikës, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e përbërë prej Neritan Cena, gjyqtar, asistuar prej sekretares gjyqësore Besa Alleshi sot në Tiranë, më datë 15/7/2015, morin shpërtim në seancë gjyqësore publike çështjen civile me numër regjistrimi 10.321 që i përket palëve ndërgjyqëse. Me këtë vendim, zoti Erion Veliaj shpallet kryetar i Bashkisë së Tiranës i zgjedhur me votat e qytetarëve. Me lejoni të lexoj procedurën e votimit.